Dhe me qenë se jemi te kupola qiellore apo te firmamenti që ka dhe formën e plisit, ç'lidhje ka plisi? Po, atë do të shpjegoja me tetën. Plisi bardh, plisi zi, po. Të do të shpjegoja me tetën që parë, me formën e infinitit apo tetës apo kohës. Më thënë, po të shikojmë qielli dhe toka dhe është në formën e tetës. Lart është qielli që është plisi, është liria dhe simboli i ngjyrës së lirë bojqelli dhe pa kufi, dhe poshtë është toka ku ka ngjyrë më të errët. Dhe këto dy simbole ekzistojnë edhe sot. Plisin ne e kemi. Është dhe i plisi zi që një pjesë e hebrejve, jo të gjithë, sepse dhe hebrejt duhet jenë disa llojesh. Kanë mbajnë të bardhë ata. Dhe ata një pjesë e mbajnë të bardhë dhe po të shikosh te Mojsiu apo te babai i Jezusit, jo babai që e lindi, por ai burri Marijës. Që kanë ikur janë shkputur nga ne më herët. Por që duket që ata janë me plis. Nëse shkojmë në mitologji, të gjithë janë me plis. Tani unë nuk njoh asnjë racë tjetër që të mbaj plis dhe të di të shpjegoj domethënien e atij, dhe pse ai nuk ka një rreth për qark, është pa rreth. Domethënë është pa kufi, pa kohë. Nëse shikon kapelet, ose nëse shikon sot ato shejikët që mbajnë një shami të bardhë dhe vjen një rreth të zi këtu, është rrethi Saturnit. Domethënë janë të kufizuar. Nëse shikon një kapele të kostumeve moderne amerikane të viteve sapo filloi ajo kështu një porcelin kështu. Po, me rreth të zi dhe kapele të bardhë, është prapë e kufizuar, ka një rreth në të. Nëse shikon një plis, nuk ke asnjë rreth. Ke vetëm gjysmën e kupës së qiellit dhe gjysma tjetër është në tokë. Dhe një pjesë e hebrejve kanë të plisin e zi. Dhe besoj se për sa kohë papa mban atë plisin e bardhë, nuk e di kuj do t'i ngjaj ose çfarë do të thot me atë gjithë të kohë. Vetëm që e ka qethur çik shumë, e mban çik të shkurtër. E ka bërë më të shkurtër, ka mbuluar vetëm një pjesë të qarkut kuror, që është në formë ylli dhe kjo pjesa këtu, që është një nga pikat që mbyllet e fundit, edhe kur lind foshnja, kjo është pjesa e fundit që mbyllet, sepse është akoma në linjë vertikale me prejardhjen, me ngavjen. Domethënë, linja vertikale është ajo që lidhet me Zotin, ta quajmë kështu Zotin, ose ati ku është burimi i jon, dhe pastaj kur kjo mbyllet, ne kalojmë në një plan horizontal ku lidhemi dhe me ambientin që jemi. Domethënë, diku te mosha 7 vjeç, ne pastaj fillojmë të zbresim tamam në tokë dhe të kuptojmë që kemi ardhur këtu, sepse për sa kohë ne jemi aktiv dhe jemi mes dy dimensioneve dhe jemi më të zgjuar, më vital, më ashtu sepse jemi në planin vertikal. Domethënë kemi dy linja, linja e argjent dhe linja e floririt, që i kemi po në trupin tonë, që lidhen kështu. Dhe tani të disa njerëz këto edhe shkëputen. Nga mënyrat ushqyrit, nga stili jetës, nga gjenetika, ne mund të kemi shumë gjëra përpara syve, por nëse ti nuk ke kodin e gjenetik të duhur për ta parë ato gjë, nuk do ta shohësh. Mund të ta fshehin para syve dhe ti nuk e sheh. Mund të vinë këtu të kërkojnë thesare shumë njerëz, por nuk do ta shohin dot kurrë ato që kërkojnë.